që mës me një babën të errej nanën. E dashur Zyla, unë jam një djalë 10 vjeçar. Jetoj me nanën e me babën tem me një dhomë të vogël e të ftohtë. Nana jam punon si pastruse, por paret shpesh nuk na dalin as për bukë. Baba jam pin raki natë për natë dhe shpesh e kom pa nanën tem të shtrime për tokë, të mbulume me gjak si e dekun. I kom pa edhe shishet e alkoolit u thy për mure, kom një bërtima, të shame, mallkime, ofendime, hala pa e mësu çka është dashnia, hala pa e mësu çka është dashnia, e kom mësu çka është dhuna, vujtja, prandaj jetoj me frikë në shpirt. Shpesh flej pa hongër bukë. Ka njëherë s'kena çka me hongër e ka njëherë kur kena nuk më hahet. Shpesh flej t'u imlu vesht me dur që mës me një babën t'u errej nanën. Edhe mu m'kan rrej. Durët që jëndashme më përqafu m'kan për gjak. Disa herë bile. Në shkollë shkoj me rrobat vjetra e me kpucë t'lakta. Shokët nuk kanë qef me ull me mu. M'kan thonë kjo është i smut, kjo nuk din me fol. Është e vërtet, une nuk folje. Ama jo se nuk di. Jo se jam i smut. Jo se s'kam çka me thonë. Po se çdo fjalë m'doket e rrezikshme. Se cilla fjalë që më i me thonë m'doket si kur ka me izbulu sekretet që unë i kam rana. Jeta dhe i tash m'ka mësu veç vujtje, pse me fol? Ama jap dikush një arsye. E dashun logopede. Unë jam veç një fëmi. Po mrena kam frikë të madhe. Nuk mëj me flajt kërqysh. Nuk mëj me flajt natën. Shumë herë menoj që kom e dek i ri. Nashta dhe dona me dek. Prandaj t'lutna, këqyre kamerën e imagjina si kur jetu m'këqyr mu, atë djalin e vogël me flokë të bardha e me sytë e kaltër. Edhe thujëm diçka që m'jep shpresë. Thujëm që jeta jam ka më bo ma mirë, që ditë ma të mira kanë me ardhë, se unë zemrën tem kam hala ëndra, edhe pse çdo natë jetoj me frikë. Edhe nashta, veç atëherë, kom ja nis me fol prap, po e pres me pa durim videon tone, kom i ngu fjalët e tua me shumë kujdes. Ta me thonë boni shumë më emocionoj. Vështirë.